Operacioni policor Rjeta, i zhvilluar nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë së Beratit në bashkëpunim me Interpol Tiranë, ka çuar në prangosjen e një prej personave më të kërkuar nga drejtësia italiane. Armando Pietri, 49 vjeç, rezulton i dënuar nga gjykata e apelit në Napoli në 29 vite burg për pjesëmarrje në një organizatë kriminale dhe për trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Pas një periudhe të gjatë ndjekjeje dhe verifikimesh, policia arriti të lokalizojë Pietrin në lagje 1 maj në qytetin e Beratit, ku fshihej në një banesë private. Gjatë operacionit u arrestua edhe pronari i banesës, i cili dyshohet se i kishte ofruar strehim të dënuarit dhe që akuzohet për përkraje të autorit të krimit dhe për prodhim të shitjeve të lëndëve narkotike. Gjatë kontrollit në banesë, efektivët gjetën dhe sekuestruan një sasi kanabisi që u mor si provë materiale në cilësinë e veprës penale. Burimet nga policia bëjnë me dije se pas arrestimit, Interpol Tirana ka nisur procedurën në bashkëpunim me Interpol Romën për ekstradimin e Armando Pietrit drejt Italisë, ku ai do të vuajë dënimin e vendosur nga drejtësia italiane.